Për sa i përket raporteve, dëgjova zonja apo zonjur se nuk jam i qartë për statusin. Është e pamundur që të vi kryeministri këtu në parlament edhe të rritë të diskutoj se çfarë bën një deputet ose një deputet tjetër, është i martuar një deputet apo një deputet. Është e pamundur. Më thonë, unë nuk arrit dot që ta konceptoj që diskutimi banal në këtë parlament bëhet në këtë nivel. Fola me ju, ndërkohë nuk e di në cilin libër të edukatës ju keni mësuar që ju më drejtoni mua me ti. Ne nuk njihemi, mbase koha mund na njoh, por ju me ti mua s'më drejtoni dot. Domethënë, ndoshta parlamenti është mësuar nga zotëria që ofendon zonjat e këtij krahu, po herë tjetër kur të flasësh për ndonjërin nga zonjat e këtij krahu, pak të referohu me respekt. Me çfarë kurajo e bën këtë gjë? Nuk e di. Apo vazhdon atë këngën e mjerimit në mënyrë robotike dhe ti. Kur fola për ekonominë, ju referova raportit Instatit, po ndoshta nuk ta kanë sjellë akoma për ta lexuar, ose ndoshta e lexon ti mbrapsht, ose këto ti sjellin ndryshe ty. Dhe më duket sikur problemi juaj s'është që recitoni në mënyrë robotike një poem të mjerimit që ja u shkruan Rapsodi, po që s'keni asnjë gajle se sa qesharak dukeni. Mos lexo asgjë që s'kupton. Mos lexo asgjë që s'kupton para tjerëve, se del byk. Byk. Dhe e vërteta është që këtë këshill njeriu i vetëm këtu në këtë sallë dhe kudo që s'mund të ma pranoj, është Edi Rama, për fakt e vetëm se po t'i përmbahet kësaj, do flas vetëm për zgarravinat e tij dhe asgjë tjetër.